të gjithë botën, edhe shqiptarët që jetojnë e punojnë në Greqi u mblodhën bashkarisht në bazë shoqatash apo grupe familjare e mish për të festuar festat e nëntorit. Në Athinë, ku është edhe përqindja më e madhe e emigrantëve tanë, në shtetin Helen, kameramani i posaçëm i televizionit Apollon përparim shehu ndoqin nga afër festimet e 3 shoqatave. Dhe këto janë shoqatat e krahinës së Labëris e drejtuar nga Ilirian Karabina, Picar, shoqata Nivic e krahinës së Kurveleshit me kryetar Mondi Begën dhe shoqata e Përmetit e drejtuar nga Vasil Logo. Siç e tregojnë edhe pamje që do të ndiqni në vijim, kudo mbizotëron një atmosferë gëzueshme, ku spikatin veçanërisht krenaria e të qenin shqiptar, malli për vetlindjen, por edhe ajo harmonie për shembull shqiptar me shqiptar e që bien në sy sidomos tek të largët titan kudo që ndodhe në botë. Këngë, valle e dolli pas dollie. Kjo është me pak fjalë gjithë sa mund të thuhet për këto festime në Athinë. Le të futemi edhe ne në këtë atmosferë të bukur festive. Ku këndon qypja në bri, ku frynera let, dallandyshe të ben dhe vi. Tundu, mor kamur, për mi shkëm e për mi gur, të kemi mbajtur me zëmbë, bota hiq e ti në këmbë. Të dashur vëllezër dhe motra të Labëris tonë. Të nderuar pjesëmarrës. Mirë dita dhe mirë se na erdhët. Mirë se keni ardhur në këtë festë të madhe të Labëris tonë, festa e flamurit dhe e çlirimit të Atheut. Amaneti mos haroni, burra e gratë të luftoni, besë të tokë të mos nëshoni. Rok samanet Shqipëria dhe këto dy festa të mëdha. Si emigrantë që jemi, jurojmë nga zemre që këto dy data të shënuara, si festojmë në vendin dhe vëzhginjet tona që aq shumë i duam. Drejtojnë këtë aktivitet Ilirian Karabina dhe Vera Lëngaj. E nisim këtë program me një këngë labe të kënduar nga grupi i krahinës Kardikit, Mirë se vini, mirë se vini. Letja marrim të gjithë bashko kënga
në nderojnë me pjesëmarrjen e tyre kryetar komunat nga Shqipëria dhe media televizoni shqiptar. Janë për të përshëndetur organizatorët e këtij takimi, zoti Basilio Liku Makuçi, Gjergja Liko Mazulati, Ilirian Karabina nga Pisari, Trikon Tola nga Stepezi, Pamber Zajfa nga Tatezati dhe përparim Shehu nga Livita. Te
Momenti veçantë për shqiptarët e Athinës ishte takimi i ngrohtë me presidentin e Republikës Bamir Topi në një nga lokalet më me emër të kryeqytetit helen. Siç dihet, zoti Topi kishte shkuar në krye të një delegacioni mes të cilit bënin pjesë ministra të qeverisë Berisha, deputet të kuvendit, personalitetet të tjera të larta e biznesmen shqiptar. Presidenti i Republikës u takua ndër të tjera me homologun e tij grek Papoulias e me personalitete të tjera të shtetit helen, krahas takimeve e bisedimeve të shoqëruesve të tij në këtë vizitë. Dhe ja ku dhjetra shqiptar presin nga çasti në çast që në sallonin e madh të pritjes të hotelit Karavel të hyjë presidenti. Erdhi dhe ky çast. Fjalën përshëndetse e mban ambasadori shqiptar në Athinë, Vili Minarolli. I nderuar Presidenti i Republikës Shqipërisë, zoti Bamir Topi. Nderuar zonja Topi. Të nderuar zotërinj ministra, të nderuar zotërinj deputet, miq dhe të ftuar, të dashur bashkëdhetar. Kam kënaqësinë dhe të drejtën e ligjshme të them që kjo mbrëmje është e veçantë dhe do të mbetet e paharruar. Jemi mbledhur ne qytetarët shqiptar që jetojmë dhe punojmë në Greqi, të festojmë 95 vjetorin e shpalljes së pavarësisë atë dhe tonë. Dhe së bashku me ne, në këtë mbrëmje, është presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bamir Topi. Ministri i punëve të jashtme, zoti Lulzim Basha. Ministri i brendshëm, zoti Bujar Nishani. Ministri i shëndetësisë, zoti Nard Noka. Deputetët, zotërinj Vangel Dure dhe Spiro Peqi. Carlos Ruqi dhe Stefan Qipa, Mehmet Hoxha dhe Angel Cara, kryetari i Bashkisë së Gjerokastës, zoti Flamur Bime, kryetari i Bashkisë së Randës, zoti Edmond Gjoka. Në emrin tuaj, i uroj mirëseardhje delegacionit dhe suksese në këtë vizitë të rëndësishme. Të dashur bashkëdhetar, presidenti i Shqipërisë dhe delegacioni që kryeson vjen në Greqi fqinje dhe mike, si mesazhier i popullit shqiptar, për miqësi më të madhe dhe për bashkëpunim më të gjerë midis dy popullve dhe dy vendeve tona. Një faktor shumë i rëndësishëm i suksesit të vizitës jeni edhe ju, presidenti Bamir Topi, një vlera tuaja, dhe i çmon ato ashtu si edhe i gjithë populli shqiptar. Presidenti, një rolin tuaj në shoqërinë dhe ekonominë greke, dhe i vlerëson ashtu si që i vlerëson shteti grek dhe populli grek. Por e një shumë mirë dhe vështirësitë tuaja dhe pengesat që hasni në rrugën tuaj
për të qenë çdo ditë më shumë qytetarët e Europës në Greqi, antare e Bashkimit Evropian. Presidenti dhe i gjithë delegacionit janë të mirë informuar për gjithçka dhe së bashku me bashkëbiseduesin më të lartë grek. Do të gjejnë rrugën që ju të keni kushtet sa më normale për të jetuar dhe për të punuar, për të ecur përpara si individ dhe si komunitet. Ju uroj të dashur bashkëdhetar, mirë se ardhët në festën tonë të përbashkët dhe paqin, gëzime dhe lumturin familjet tuaja. Gëzuar 95 vjetorin e pavarësisë dhe festofshin sa më parë ditën e parë të pavarësisë Kosovës. Të pranishmit më pas i ndoqën me vëmendje e emocion fjalët e Zotit Bamir Topi. Të nderuar bashkëdhetar, zonjë zotëri, i nderuar Zoti Minarovi, kam realisht një emocion veçantë që jam këtu e përfaqësues mjaft dinjitoz të popullit shqiptar me juve në pragun e një vizite zyrtare të cilën e filloj nesër me ftesë të presidentit Papuljas, me cilin do takoj dhe do të bisedoj për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore midis dy vendeve tona. Gjithashtu do të kemë një vizitë në selinë e kryeministit Karamanlis, do të kemë gjithashtu një bisedë me kryetarin e parlamentit dhe me personalitetet të jetës politike në Greqi. Në këtë delegacion të gjërë, jo rastësisht, unë shoqërohem me një grup deputetësh, ministrash, me njerëz të shquar të jetës publike shqiptare, shoqërohem me një grup të rëndësishëm biznesmenësh, me përfaqësues të medias, shka presupozon që ky delegacion është tregues i qartë i kësaj vizite në nivel të lartë që ne po zhvillojmë në Greqi. Të nderuar bashkëdhetar, është një moment i rëndësishëm dhe mjaft emocional për të gjithë ne, sepse ne po i paraprim me këtë festim pikërisht 95 vjetorin të pavarësisë së Shqipërisë, që në ditën e vet zyrtare festohet me datën 28 nëntor. Kur erdha këtu në Greqi, natyrisht patëm një mikpritje të veçantë. Po besoj që ndjehem këtu realisht, sikur me qenë në Tiranë, sikur me qenë në Shkodër, sikur me qenë në Vlorë, në Korçë, në Gjirokastër, realisht ndjehemi midis nesh, sepse ju keni qenë vërtet një urë e vërtet e lidhjes dhe e forcimit të miqësisë midis Shqipërisë dhe Greqisë. Dhe kjo është sa simbolike, aq për t'u vlerësuar si një moment mjaft kualitativ i marrëdhënieve që përpara se të jenë politike, përpara se të jenë diplomatike, janë njerëzore. Të nderuar bashkëdhetarë, unë e di fare mirë që të jesh jashtë, të jesh larg vendit, larg shtëpisë, sigurisht që ndihet mall. Ndihet mall për të afërt, ndihet mall për shtëpinë, ndihet mall për rrugicën, për qytetin. Ne shpresojmë që mbas asaj marrëveshje që kemi arritur në Bruksel me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave, do të bëjmë shumë shpejt të mundur që njerëzit nga Shqipëria në Greqi dhe kudo në botë të kenë mundësi të lëvizin të lirë, sepse do të jetë njeriu kur ndihet i lirë për të lëvizur, ndihet i lirë psikologjikisht, e llogarit vetë kur do të lëvizi dhe këtë po të bëjmë të gjithë, për këtë po interesohemi të gjithë. Dhe jam i bindur që sfidat e integrimit në radhë parë fillojnë me lëvizjen e lirë të njerëzve. Atë që kemi aspiruar prej kohësh,
atë që duan dhe sot për të ruajtur kontaktet me të gjithë njerëzit tanë dhe për të mos krijuar distanca të cilat nuk janë të mira për askush. Të nderuar bashkëdhëntarë, unë në këtë festë nuk do të dëshiroja shumë të zgjatësh, por mesazhi im është mjaft shpirtëror. Është buron nga thellësia e shpirtit. Unë do doja t'ju uroja juve, familjeve tuaja, fëmijëve tuaj, kudo ku punojnë, në çdo fushë të jetës, tek puna e krahut dhe tek puna intelektuale, të qëndrojnë në solidaritet me njëri tjetrin, sepse ju keni krijuar një komunitet që ka nevojë të shkëmbejë edhe në gjuhën shqipe, por edhe të shkëmbejë mbi bazën e traditës dhe zakoneve, për t'i shërbyer edhe kësaj miqësie të cilën ne kërkojmë që ta riforcojmë, edhe mbi bazën e kontakte nivele të larta me popullin grek, për t'i shërbyer familjeve tuaja, por edhe zhvillimit këtu ku keni ardhur. Unë edhe një herë ju falenderoj për këtë mikpritje të cilën e shoh në fytyrat tuaja, në sytë tuaj. Përveç do të doja të thoja që ditë të tilla, si festa e pavarësisë, që ne janë nga mbledh të gjithë së bashku, dhe ju siguroj që kudo ku jetojnë shqiptarët, festa e pavarësisë i mbledh të gjithë. Festa e pavarësisë i mbledh të gjithë shqiptarët, sikur se kanë thonë patriotët tanë, pa dallim, bindje, krahine, ideje, të gjithë janë shqiptarë, të gjithë janë patriotë, të gjithë dëshirojnë të festojnë festën e pavarësisë. Nëse këto jetojnë në Greqi, jetojnë në Shqipëri, jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të gjithë së bashku festojnë ditën e pavarësisë. Kjo na bashkon të gjithëve, sepse kemi të gjithë karakteristikat e përbashkëta që na bëjnë të ndjehemi shqiptarë. Edhe një herë gëzuar festën dhe urimet më të mira për ju, për familjen tuaja, për fëmijët tuaj. Faleminderit. Më pas, presidenti Topi dhe personalitetet që e shoqëronin kaluan në sallon dhe bën gëzuar festat me mjaft nga të pranishmit.